Ky namaz që nuk ka nevojë të flasim për rëndësinë e tij. Është gjëja e parë për të cilën robi do të llogaritet ditën e gjykimit. Pra puna e parë prej të drejtës së Allahut të lasuar, prej adhurimeve. Të profeti sallallahu alaihi wasallam, puna e parë për të cilën robi do të llogaritet ditën e gjykimit prej punëve të tij është namazi i tij. Nëse ka qenë i rregullt, do të shpëtojë. Nëse nuk ka qenë në rregull, atëherë personi shkatërrohet. فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع. Nëse ka pat namazin mangut, Allahu Azza wa Jall i thot me lajkeve, shikoni për robin tim se mos ka namaz vullnetar, nafile apo sunnet, që t'i plotësohet namazi mangut. فيكمل بها ما انتقص من الفريضة. Pikërisht me namazin vullnetar i plotësohet namazi farz. ثم يكون سائر عمله على ذلك. Pastaj punët e tjera do të marrin rrjedhën sipas namazit. Pra shikohet zakati, shikohet agjërimi e kështu me radhë.